Të shikojmë një dishepull të prapë të strukturës demonike. Ja ku e ke Konstantini që ta hoqi Pashkën dhe ta çovi në ditën e diellit në 325-ën. Përse praktikohet nesër kjo lloj komunioni katolik? Ndërkohë Pashka atit është në ditën e 4 të javës, në datën 7 të këtij muajit. Sipas llogaritjes së kalendarit biblik, jo të Papa Gregorit. Të shikon dogmat, ja ku i ke dogmat, urdhrime, dekretet e perandorëve që diskutuan që të festoj Pashka kur u dekretua që të festoj Pashka të dielën. Kanë kuptueshmëri këto dokumenta që janë në këshillat e tyre aktualistë të dokumentuara? Dhe duhet që ta përvetsojmë këtë ligësi në epokat e ardhshme. Sepse kjo ishte praktike që ishte në Romë. Dhe prandaj ku vllai flet je i fuqizuar nga Roma. Nga Roma ka shumë fuqizime, dekrete që dolën atë kohë mbasikjeve të apostujve. Ja ku e ke Pashkën, të ndryshuar nga dita 14 të muajit biblik që bie mësandaj në ditën e 4. Që Mesia në këtë rast u kryqëzua në atë ditën e 4 biblike, prandaj përmendet nga kalendari pagan e mërkura. Dhe është mërkurën Pashka e vërtetë. Jo katolike ortodokse mësandaj duke adhuruar të vdekurit, duke lutur të vdekurve. Kanë thënë gjërat, i shikon postime që bëra, shikon formën e ndërtesës papore në Romë të gjarprit. Gjarprin e kanë në shkopin e tyre kur e mbajnë, kanë konin në shkopin e tyre. Koni ishte një simbol i pjellorisë pagane dhe çdo altari demonik në kulturat e ndryshme. Ke vezët pagane që kopehen, që ishte simboli i pjellorisë, dhe mos ndalin në për Euronews dhe i ndjekim. I njëjti apostull i Satanit, Konstantini, çfarë tha? Duhet të pushojmë në ditën e nderuar të diellit, 321-shin. Këshillin e Laodicejës që hoqi sabatin masandaj dhe e çovi të dielën. Edhe tha, duhet të punojmë në atë ditën e sabatit. Ndërkohë atë thot, mos puno, mos e shkel, mos ma blasfemo emrin tim, thot. Jo, duhet të punojmë, tha Konstantini. Ja ku e ke përpara. Duhet të nderojmë ditën e Zotit të diellit. Që ata adhuron të yt, tha pak më përpara. Të pushojmë në ditën e nderuar të diellit. Mitran, Zoti i diellit.